Përmirësimi i segmenteve rrugore drejt disa zonave me pasuri kulturore dhe natyrore po nxit në Shqipëri turizmin alternativ. Në zonën juglindore, nga Përmeti për në Korçë, po zhvillohen njësi të vogla pritëse, kryesisht për turistët e huaj. Por në mjaft zona kanë nevoja të mëdha për shërbime dhe sidomos për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike. Korespondenti Raimond Kola ka përgatitur kronikën. Në Shqipëri stina turistike përfshin periudhën nga qershori në shtator dhe përqendrohet kryesisht në Bregdet. Për kohëve të fundit në mjaft zona po lind një formë e re, ajo e turizmit alternativ. Ky lloj turizmi mbështetet në njësi të vogla pritëse në zonat natyrore dhe me trashëgimi të pasur kulturore. Fshati Bënjë është pak kilometra larg nga Përmeti në rrugën drejt Leskovikut. Në shtëpitë karakteristike të dekoruara me gur shërbehen gatime të traditës në një pesash të gjelbër mahnitës. Apostoli është njëri prej pritësve, ai thotë se turistët vijnë pikërisht në vjesht dhe në dimër në fshatin e Bënjës. Ata janë nga vende të ndryshme dhe Apostoli thotë se u shërben raki, të cilën e përgatit vetë dhe gatimet tradicionale. Bënja është ka qenë fshat i madh, tani kanë një pjesë kanë emigruar, kush në Greqi, kush në Tiranë, kush në Durrës. Kanë ngel në 20 shtëpi gati, ka një 18-20 shtëpi. Sa kohë ka qenë bërë rrugave? Rruga është viti 2 ky vjet. E ka ndihmuar në zonë? Patjetër, të gjithë zonë, ka rënë ndihmë. Zona dhe ka shtuar dhe fluksin turistët. Robert Smith shoqëron një grup të vogël turistësh nga Irlanda. I like Albania very much and I particularly like the region of Përmet. Më pëlqen Shqipëria, thot ai, dhe në veçanti Përmeti. Ai veçon rakim, por dhe ujin e ngrohtë të banjave termale të Bënjës, fare afër. Duke udhëtuar nga Përmeti në drejtim të Korçës, gati 8 kilometra larg nga qyteti, një tjetër zonë po nxit këtë formë të turizmit. Fshati i Boboshtricës është njohur vitet e fundit për traditën e gatimit dhe tani restorante të shumtë që vendasit u thon taverna shërbejnë për vizitorët e shumtë. Njëri prej pronarëve, Vasili, thotë se vizitorët mbeten mjaft të kënaqur. Është nga fshatet më të dëgjuara të zonës së Korçës. Është një fshat me tradita shumë të vjetra, që para luftës, domethënë, ka qenë një përvojë me tavernat dhe me restorantet e asaj kohe, dhe mbas tradicionit, domethënë, mbas kurbetit të dëngjorit, është bërë një urlin prap kjo traditë dhe kemi një preferencë shumë të madhe nga gjithë Shqipëria dhe nga shumë dhe nga turizmi, domethënë, dhe jashtë shtetit. Boboshtica pret rreth 30.000 vizitorë në vit, një shifër kjo mjaft e lartë për fshatin me rreth 200 shtëpi ku kanë lulëzuar bizneset e turizmit familjar. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore ka sjellë një mbështetje për këtë formë të turizmit në zonën juglindore të Shqipërisë, por në mjaft zona mungojnë shërbimet e furnizimit me ujë apo të energjisë elektrike dhe kjo është një sfidë e investimeve në të ardhmen e afërt. Për Zërin e Amerikës nga Korça, Raimond Kola.